Drejtori i burgut të Shutkës Boban Utkovski thekson për Alsat se nuk është e vërtetë që siguria e Artan Grupit do të ishte rrezikuar nëse do të qëndronte në paraburgim. Siç thot Utkovski, ata ruajnë mbi 300 persona të kategorive të ndryshme të krimit dhe asnjëri nuk është i rrezikuar, pasi siguria është në nivelin më të lartë të mundshëm. На секој еден притворени му е загарантирана безбедноста внатре. Тоа позади нас стои држава, согласно со законските норми и прописи што се напишани, што ние истите ги спроведуваме. Ние си работиме согласно со законот и прописите за безбедноста на секој едно притворено лице. Можам да кажам дека не е одека мексички картел. Drejtori Utkovski thot se ekziston protokoll i sakt që garanton sigurinë e çdo të paraburgosuri, ndërsa për sigurinë fizike kujdesen edhe njësitë speciale. Овдека имаме динамичко физичко обезбедување, имаме камери, имаме кучиња, имаме посебен систем на издржување на мерката притвор, каде што е келиски систем, посебен начин на излекување од келиите, носење во коридорот, каде што е предвидено еден час за шетање, кога се носат на адвокат, сето тоа е според протокол и закон. Lidhur me rastin e grupit, drejtori Utkovski thot që askush nuk e ka kontaktuar as nga prokuroria, Ministria e Brendshme apo Agjencia për Siguri Nacionale lidhur me gjendjen e sigurisë. Ndërkohë drejtori thekson faktin që nëse nuk do të kishin përmbushur kushtet e sigurisë, në shtet ekzistojnë edhe 4 burgje të tjera hetuese, ku do të mund të ishte dërguar për mbajtje. Nëse plani do të ishte për ta lëshuar në shtëpi, Utkovski thot se do të duhej që të mendonin ndonjë mënyrë më të logjikshme se kjo.